Përshëndetje miq të dita ime, ja ku jemi sot në një klub për të bërë disa koktejle siç kemi bërë dhe herët e tjera, por sot do të bëjmë disa koktejle të veçantë. Unë jam këtu me barmen Sonin. Ne do të bëjmë koktejl të veçantë sot. Kokteilin e parë që kemi vendosur për të bërë është Jamaican Night. Jamaican Ice. Apo Night. Okej. E quajmë si duam. Megjithatë Jamaica Ice më pëlqen, ma di them se të më pëlqen ajo gjë e ftohtë, akulli. Për të bërë këtë koktejl do na duhet Martini, Malibu, Aperol edhe kjo që i pëlqen të gjitha femrave, shurupi i lule shtrydhës. Gjithashtu do na duhet gjysmë kokre portokalli dhe gjysmë kokre lajm, të cilat do t'i shtrydhim pastaj te gota e sheker. Gjithashtu do na duhet dhe akull. Do fillojmë nga përgatitja. Do të marrim gotën e shekerit, do ta mbushim me akull. Jerim akoma? Po. Tani do t'i shtrydhim gjysmë kokër limon, portokallin. Okej. Se nga trova portokalli me limonin unë. Megjithëse nga një familje vjen. Dilmar. Ja më dash shtrydh të gjitha në. Okej, mjafton. Duhet edhe gjysmë kokre lajm. Sa i fort që e ka ky lajmi për të shtrydhur. Më pëlqen kjo mënyra të shtrydhur shumë. Është origjinale gjë. Megjithatë tashmë do më duhet të jep nga 2 cl mos gaboj. Nga 2 cl. Okej. Marrim Malibu. Të gjithë do qeshin për ne, për ne se i profesionist, normalisht do ta bëjmë me masë. Ta ndaj tu hapër se mos desë, mos zakonisht bëjë dhe dëme. Okej. Iku 2 cl Malibu. 2 cl Martini. Ta majmë edhe këtu afër se... nuk besoj se duket e vështirë deri tani. Okej, dhe Aperoli. Ja ku është Aperoli. 2 cl Aperol. Mos harrojmë të shurupin e. Lule shtrydhës, do të jetë shumë. Vetëm ku e bollën. Okej, mjafton. Se më pëlqen tjetër pak e tjera shumë. Ta pushi go për vete. Okej. Do shekeros. Duhet Shtu ha, mos gaboj. Do më shite, po, shumë shpejt. Shumë shpejt e të topë, që e sa më topë. Më shpejt? Edhe më shpejt është të njështë, se dhe javë që të të mbrëna duhet shkritë ajo të topët. Po më thanë duar nga i toti, e? Prandaj dhe kjo shërbehet në ato vënde ku... Në vendet e nxehta, në Jamaik, në... edhe këtu tek ne ku bën vap, se jo. Kështu që po të bëni me sheker, ju bën mirë dhe për krahun kjo gjë. Me kam vaj gjëra, ne kam afshë specialist. Bravo. Çfarë është? Tani duhet gota që do na duhet për të hedhur kokteilin, që është kjo gota këtu. Mirë. Tani unë do të dija për zbukurimet. Çfarë zbukurime mund t'i vëmë kësaj gote? Kjo do të lidhet me ananasin, që është një frut tropikal. Do t'i vëjmë kaq mjafton. Pse u mendoja se kur t'i vinin dhe një çadër, meqense ishte Jamaican Ice, bësh dhe vap, i vëm dhe një çadër. Që pakën t'i bihia kur t'jetë kohë diell, kohë me diell. Do na duhen edhe 2 tipa për të pirë. Mirë pra, ky është Jamaican Ice, një koktejl i ftohtë,
që kushdo mund ta bëjë në shtëpi, mjafton thjesht kishte këto përbërëse që ne tham, Malibu, duaj Malibuja, Martini, Aperoli, lëngu i lule, shurupi i lule shtrydhe, gjithashtu duaj gjysmë kokë portokall dhe gjysmë kokë lajm me shaj limoni jeshil. Dhe kjo është goda e fundit. Megjithatë, mirë është që ta provoj baris djerë barmeni Soni për të ndënë edhe atë. Krioni do marrë edhe vendin e punës tash. Jo, nuk e bëj për këtë. Mirë se mua. Nuk e bëj për këtë, po dalë? Është fantastike. Provojeni. Mirë, pra jemi sërish në studio, tashmë do të flasim për yjet. Jo për yjet Hollywoodit, po do të flasim për yjet se jam me Meri Shell, me astrologen. Përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje. Se kur thotë të flasim për yjet, mendojnë gjithë, do flasim për një yll Hollywoodi ose për një. Janë më të rëndësishëm, si thua ti. Atë pres nga ty ta di përgjigjen. Ndoshta ata janë shumë të rëndësishëm se kanë shumë influencë në botë, po ajo që mund të na tregoj vërtet rrugën se kush është, se çfarë ndodh, se çfarë bëjmë janë në të vërtetë yjet dhe planetet. Ua, sa që... Ka folur bukur tash. Më knaq Erioni sot, shpeshherë nuk flet shpesh, po sot qenë ke mirë. Ja, sot fola se të pëlqejnë pjesa e yjeve, pjesa e... Yjet. Ndërkohë, mirë, ndoshta mund ta shohim ke shenja ime, pse unë kam folur këto kaq shumë. Po të shikoj dhe po më ahnitem. Ja ku jemi dashur teleshikuese, sot do flasim për yjet, për ndikimin e sistemit të yjeve të konstelacioneve, të shenjat. Si kemi sot planetët, ku e kemi hënën, si e kalua të shtunën dhe të dielën. Pra, shikuam një fundjavë paksa të vështirë, me përplasje të konsiderueshme planetësh. Kush na e pati fajin? Merkuri. Na e pati fajin Merkuri, se ishte në një lidhje shumë të vështirë me Uranin, dhe një lidhje shumë të vështirë me Plutonin. Dhe Merkuri i vockël, siç është, nuk e duron dot presionin nga këta dy planet, edhe rrotullohet shumë vështirë. Por Merkuri ka të bëjë me komunikimin. Do me thënë, do të thot një gjë, s'thot asnjë gjë, ose atë që thot e thot shumë të ngatruar. Edhe na bën dhe nervoz, pastaj në lëvizjet tona. Kështu që kaluam një fundjavë paksa nervoze. Nuk e di si e ke kaluar ti, por ujorët gjithmonë kanë një lloj prioriteti për të kaluar mirë, sepse janë njerëz prototipa ose njerëz që shikojnë me optimizëm të ardhmen. Por çfarë kemi tani? Kemi sot një hënë të bukur në shenjën e Bricjapit. Do thuash ti pse është hëna e bukur në Bricjap? Bricjapët më pëlqejnë, Bricjapët janë serioz, janë urësëz, janë njerëz që vetëm duket sikur duan vetëm punë, rregulla, dhe sikur nuk japin ndjenjë dhe nuk japin dashuri. Ne, i ka sjell frytet kjo që ata janë. Shiko, kështu janë ata në duke, por janë njerëz që janë mësuar me vështirësi që në moshë të vogël, dhe gradualisht e fitojnë jetën, sa më shumë të rriten, aq më shumë e fitojnë jetën dhe gëzohen kur e fitojnë vetë. Kur diçka arrin vetë, për shembull, ka njerëz që gëzohen ose ndjehen mirë kur diçka nuk e arrin vetë, se thotë ja hodha kësaj, ja hodha atij, edhe dola, ose më erdhi fati diku. Kurse Bricjapët duan që ta shijojnë sepse e kanë arritur vetë. Dhe janë njerëz që tek ta varet shumë emri, vlera, do me thënë, statusi social. Madje dhe nuk martohen me njerëz që nuk kanë një emër, nuk kanë një status. Kështu që dhe shoqëri nuk mund të bëjnë kollaj nëse ti nuk ke njëri i vlerësuar dhe i respektuar. Do thuash ti mirë, kjo hëna në Bricjap tash me gjithë këto duhet kështu, çfarë na bën të mirë? Pse është e mirë? Është e mirë se po vete të bëhet e plot, po vete të bëhet e bukur dhe në të gjithë këto rregulla, seriozitete, përgjegjshmëri, jetë sociale të rregullt, ka pak romantizëm. Ka pak ndjenjë, ka pak shpresë më shumë. Megjithëse Merkuri vazhdon të jetë i coptuar, edhe dielli që në është futur në peshore është paksa i mërzitur. Edhe dielli është vërtet i mërzitur se në atë rrugë që kaloi Merkuri që përplas me Uranin, shpërthyme, nervozizëm, gjëra për ndryshime, kalon dhe dielli tash dhe lufta për pushtete disa persona bëhet më e fortë, më e pakontrolluar, ndryshimet bëhen paksa më
më, si të them, të tensionuar. Kështu që jemi në një valë nervozizmi dhe shpërthimi shpesher të nervave ose të situatave që na vinë drejt nesh. Por, me qënë se e kemi hënën drejt një rritje, drejt një plotësimi, unë besoj që do kalojmë mirë. Do me ke javë do jetë e mirë përgjithsisht. Do jetë e mirë duke marrë parasysh gjithë këto që thame edhe për mërkurin. Dhe ne tashi do flasim se si do na ndikoj hëna, dhe hëna e plot që do bëhet në fund të javës, dhe hëna e plot në fund të javës do jetë në një shenjë shumë energjike, shumë instinktive, si që është dashi. Të dashi. Dhe një shenjë që kërkon fillime të reja, kërkon mundësi të reja dhe që i bën gjërat sepse i përjeton shumë thellë brenda instinktivisht. Ju jorët shkoni mirë me dashin, kështu që pretendohet në fund të javës të keni një përmirësim të gjendjes tuaj emocionale. Mirë, fillojmë pa humburgomi parashikimin. Fillojmë me dashët vetë. Dashët vetë sot kanë një lajm shumë mirë për sa i përket karrierës, punës. Dhe këtë lajm duhet ta shfrytëzojnë, duhet të plotësojnë ato kërkesat e tyre, të pretendojnë për në një takim, megjithëse vajte ora 12. E lëm për nesër. E lëm dhe për nesër, se hëna e plotësh, vazhdon. Me thënë kjo do jetë për gjithë javës. Po, kjo do jetë për gjithë javës, ne flasim për gjithë javën. Kështu që s'po se bën sot takimin, ka mundësi ta vë nesër. Deri në fund të javës bëhet një takim i rëndësishëm, me njerëz të rëndësishëm. Për gjithë dashët do jepet një mundësi dhe një shans në lidhje me punën, në lidhje me çështje të rëndësishme karriere dhe ligji, por dhe në lidhje me çështje personale. Të themi të vërtetën, është gjë tjetër. Kjo është ndërhyja më me vend që më ke bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Duhet i shfrytëzojmë shanset. Sigurisht. Se vjen një shans e themi ne prit më vonë. Edhe pastaj po pse humba? Ja të thonë ja futi merri kot. Ja futi merri kot. Mund t'ja fusun kot? Jo, sigurisht jo, prandaj them, në momentin që të vjen ai shansi duhet ta kapësh. Të paktën për një gjë jam e sigurt që atë që them dhe e bëj se e ndjej dhe më pëlqen. Pastaj se si e kuptojnë, është gjë tjetër. Unë e them sinqerisht. Atëherë, puna është tek puna e dashëve, hecin mirë dashët. Nga ana erotike janë në një periudhë shumë të mirë, çuditërisht. Çuditërisht sepse duke qenë pak konfuz me punën, pak nervoz, tueci ana erotike kaq mirë duket sikur këto gjëra janë shumë kontradiktore, sepse njeriu nuk mund t'i japi në anën erotike kur s'ka mirë punën. Thonë njerëz, s'ka mirë punën, s'ka mirë parat, tash si mund. Po në anën erotike si duket gjë një njerëz shumë të mirë ose harmonizojnë shumë mirë me partnerin e tyre në çift, sa që jeta e tyre bëhet e këndshme, e bukur dhe pretendohet për njëjë jashtëmase të mira. Plus kemi hënën e plot në shenjën e tyre dhe priten fillime të mira për dashët. Shkojmë te demët, shumë demë kanë pyetur si janë demët, si janë demët. Duket se demët kanë qenë shumë të lodhur. Ti si e ke parë partner? Po ta vësh re ka shumë demë vërdall. Jo mirë duket. Mirë, nuk ka ndonjë problem, nuk është ndoshta nuk e shfaqja. Nuk e shfaqje. Po pse thua që ka shumë demë vërdall? Ke njerëz që janë në shenjë. Ka shumë gjithë kur i pyet thonë jam demë. Jam demë. Shenjë tokës lidhen shumë me Shqipërinë, se Shqipëria është shenjë e bricjavëve, kështu që demë e bricjavë me brira prapë se prapë, me këmbë në tokë. Atëherë, demët janë të lodhur, sepse me çështje pune kanë pasur strese, probleme, kanë 2 vjet që po lodhe me punën. Dhe pritet dhe ky muaj i fundit i lodhi akoma me punën, por demët e 10 ditësh të parë, sepse kanë filluar dhe ata përsëri një rishfaqje problemesh të çuditshme, për sa i përket punës, ligjit, udhëtimeve, kontakteve me jashtë, nuk po gjejnë dot veten, ose nuk po gjejnë dot një rifillim të ri. Unë mendoj që këta duhet të kenë më shumë kujdes. Edhe demët e 10 ditësh të tretë deri diku, po demët e 10 ditësh të tretë janë më shumë në stabilizim dhe në shtrimin e punëve, se sa hapje përsëri të disa situatave të vështira dhe të pakontrolluara dhe atje ku kishin stabilizuar diçka u hapet dhe një gjë tjetër. Edhe këtu ndjen të çorientuar. Megjithatë kjo hëna e plot në fund të javës, nuk sjell pak romantizëm, pak jetë personale, pak vetmi për të planifikuar më shumë në punët e tyre, në fundit pak më shumë qetësi dhe do ndjen disi më mirë. Dhe shkojmë te binjakët, të cilët ata 10 ditë të mesëm, se thamë parë. Ata 10 ditë të mesëm marrin pak te pak atë dhe janë rregull. Shiko, i kanë kaluar problemet kryesore 10 ditë i dytë. Ndikimet më të mëdha ka 10 ditë i tretë i demëve dhe 10 ditë i parë. Ato të 10 ditë i dytë kanë një jetë më neutrale, më të qetë ose më të planifikuar mirë. Nuk mund të themi. Forcat janë diku tjetër. Dhe shkojmë te binjakët, të cilët në këtë periudhë do planifikojnë ose do dalin më shumë në jetën e tyre sociale. Nëse kanë ndërmend për shembull të duken më shumë në shoqëri, të zënë shoqëri të reja, të mbështeten më shumë te miqt. Do ta japin këtë energji, po dhe do ta marrin. Është si puna e saj, jap, por në të njëjtën kohë dhe marr. Kështu që në jetën sociale, jetën e shoqërisë, jetën e miqësisë, jetën e qëllimeve i kemi shumë mirë. Dhe në jetën erotike i kemi mirë në fund të javës. Kurse
binjakët, kurse këto 2-3 ditët e para kemi një konflikt, sidomos të binjakëve të 10 ditëve të parë, i cili është një konflikt që nuk i dihet se ku do t'i nxjerrin në jetën personale erotike, ose në lidhje me punët e tyre në përgjithësi, ose në lidhje me fëmijët e tyre. Kështu që të jenë shumë të vëmendshëm binjakët e 10 ditëve të parë. Aty nuk luhet me fjalët, nuk luhet me njerëzit me pushtet. Pak në këto 2-3 ditët e para. Nuk luhet edhe me situata që janë disi të paqarta dhe nuk bëhet detrimi në këtë moment. Dhe shkojmë te gaforet, të cilat edhe ato kanë qenë të lodhura, të stresuara për 2 vjet e gjysmë lidhje me çështjet familjare. Edhe një muaj vazhdon ky problem, sidomos për gaforet e 10 ditëve të tretë, kurse gaforet e 10 ditëve të parë u hapet një front i ri lufte në çështjet familjare me njerëzit e afërm, çështje ekonomike, në çështje pushteti, në çështje bashkëpunimesh, në çështje martese, fillon dhe hapet një problem atje ku bendoj se gjitha gjërat ishin në rregull. Të shikojmë se do ta përjetojmë këtë çështje, megjithatë, në fund të javës kemi një lajm të mirë karriere, shumë të mirë, në kuptimin zëm një pozicion puna atje ku nuk e prisnim. Në gjithë këtë luftë antagoniste në përgjithësi, hapet situata, si puna se hapet deti, kalojnë besimtarët, pse? Sepse thot planeti ose thot hëna që unë do ta rregulloj një situatë të mirë për gaforet. Dhe duhet të pretendojmë për një çështje karriere dhe për një çështje personale që merr një drejtim pozitiv. Dhe shkojmë tek luanat, të cilët në fakt kanë luftuar gjithë këto kohë për çështjen e punës, për jetën e përditshme. Gati janë bërë paksa mizerabël dhe nuk po e pranojnë dot dhe veten e vet në lidhje me punën e përditshme, jo se nuk kanë pasur atë shown ose potencën, po sikur gjërat e punës së përditshme nuk po japin atë kënaqësinë e dur, pushtetin e dur, marrëdhëniet e dura. Ka filluar dhe aty konfliktet, por sot kemi një lajm të mirë për një ndryshim të mirë që mund të bëjnë, ose për një investim të mirë, ose për një bisedë të mirë dhe duhet ta shfrytëzojnë gjithë luanët për të qetësuar në lidhje me punën. Të qetësohemi në lidhje me punën dhe pastaj fundjava do jetë e mrekullueshme në shumë avantazhe që u jepen luanëve, shanse të reja, mundësi të reja, kontrata të reja, bashkëpunime të reja, udhëtime, çështje studimore, kualifikime, pra si të themi dalin në pa të gjitha vetit, talentet dhe mundësit për të realizuar luanët. Në ana erotike i kemi mirë. Luanët. Po gjitha shenjat deri tani nga ana erotike ishin mirë. Pse nuk më pyetje pse janë mirë? Po prandaj dhe bëra këtë, pse janë mirë? Pse janë mirë? Sepse kemi thënë Afrodita është në shenjën e luanit, është në një pozicion shumë të bukur dhe kur isha të premten të thash, po bën një lidhje shumë bukur me Jupiterin, e ka bërë lidhje të bukur me planetin e fatit, duke qenë se janë të dy në një pozicion të bukur, nga ana erotike fatmirësisht do jemi mirë. Kryesisht, të gjitha shenjat, kryesisht 10 diçat e dyta të shenjave. Prandaj tash 10 diçat e dyta nuk po i prek për keq, po prek për keq vetëm 10 diçat e para dhe të treta. 10 diçat e dyta do përjetojnë ngjarje shumë më të mira, emocionale, erotike, qoftë dhe ekonomike. Talia për në fund, po s'ka gjë. Dhe shkojmë te virgjëreshët, të cilët kanë një fillim jave shumë të vrrullshme, shumë erotik, me lajme të mira, me njohje të mira dhe gati do thosha fillon një vjesht goxha premtuese në marrëdhëniet e tyre personale. Këta tani kanë edhe një lajm të mirë ekonomik, sidomos 10 ditë i dytë. Ja, tash do ndaresh edhe 10 ditë i dytë. 10 ditë i dytë i virgjëreshëve ka edhe shanse të mëdha në jetën erotike, edhe shanse të mëdha në jetën ekonomike. Te 10 ditë i parë ka filluar një problem shumë i fortë ekonomik sot, një problem i cili sjell kundërshtime, përmbysje të situatave ekonomike, ngatërresa në këtë drejtim, shere, debate, kështu që duhet të jenë shumë të vëmendshëm këto 2-3 ditë e para. Pastaj kemi një përmirësim të çështjes ekonomike në fund të javës, një dhurim, një lehtësim, një qetësim dhe shumë virgjëresh do ta marrin këtë tendencë. Dhe shkojmë te peshorët, të cilat diellin e kanë në shenjën e tyre. Por dielli në shenjën e tyre vërtet ndryçon të gjithë situatat që ata duan të ndryçojnë ose të shikojnë më mirë, por i bën dhe pak egoist për një luftë pushteti, për një luftë dominance. Atje ku peshorja kërkon të ekuilibrin, nga inati, nga mërzitja thotë unë dua të jem kryesuese, dua të dominoj në një marrëdhënie, dua të sqaroj shumë fort në situatat atje ku duket sikur nuk po merr atë pozicionin e dur vet peshorja, kështu që kemi konflikte 2-3 ditët e para të javës. Kurse, po pse ndodhin këto konflikte ke peshorë? Po pra Merkuri, domethënë vetë gjithë gjërat lidhen me Merkurin. Po Merkuri në peshore, dielli është futur në peshore, dhe dielli në përballje me Uranin që është përballë peshoreve në dashë edhe me Plutonin, kemi thënë është nga shenjat kardinale që ka ndryshime dhe vështirësi të konsiderueshme në këtë periudhë.
të papritura, të jashtëmase të mëdha, dhe aty bëhet lufta dhe situatat më të forta. Megjithatë, te peshorët e diçit të parë do ndjehet kjo tendencë antagoniste e fortë. Por në fund të javës kemi hënën e plot përballë tyre, u jepet një shans i mirë për të ekuilibruar një marrëdhënie, për të përfunduar një bashkëpunim, për të qetësuar, për të bërë pak më romantik, dhe pse jo për t'i dhënë më shumë dorën të tjerëve, sepse të tjerët e kanë dominancë, por peshorëve ta pranojnë këtë të paktën, dhe të bashkëpunojnë. Pra, më bashkëpunuese fundjava. Dhe shkojmë tek akrepët. Nga ana erotike nuk i tham peshorët. Vetëm 10 ditët e dytë të peshorëve kanë një shans më të mirë në këtë periudhë. Dhe me një njohje në një shoqëri, në një ambient shoqëror ose me një marrëdhënie që ecë në një ambient shoqëror. Tash 10 ditë i parë ka probleme vijushmërie, mbijetese në disa raste, në disa situata. 10 ditë i tretë me ato problemet e veta të Saturnit që ka 2 vjet që i kalon gjithë peshorët, tash i kalon 10 ditë i tretë dhe i vë përballë përgjegjësive. Kështu që nuk mund të themi që kalojnë keq, por nuk themi që kalojnë mirë, se duhet marrin vendime shumë serioze në jetën e tyre. Dhe kjo është e mirë, po varet se sa të gatshëm janë për të marrë vendime serioze. Megjithatë, unë do thoja që për peshorët është pak e komplikuar kjo situatë, vetëm fundi javës një çik më mund t'i rregulloj punën. Mund t'i rregulloj punët. Dhe shkojmë tek akrepët, të cilët në lidhje me punën e tyre do dalin shumë fitimtar ose shumë më të qetë ose shumë më të arritur në fund të kësaj jave. Hëna e plot në dashje u jep gjithë të mundësi, gjithë shkëlqimin, gjithë dominancën. Jo vetëm jetën e përditshme të punës së përditshme, por gradualisht edhe në çështje karriere. Kemi thënë karriere, show, emër, fam, publicitet kanë anë ekonomike disi më të përmirësuar. Çfarë duhet kemi kujdes? Duhet kemi kujdes të 2-3 ditë e para, sidomos akrepët e lindur në 10 ditën e parë, shenjës tyre nga probleme ligjore, nga probleme psikologjike, nga lajme të cilat i prisnin ndryshe dhe vinë ndryshe, nga aleanca që nuk bëhen ose nuk sajojnë bukur. Megjithatë, hëna në Bricjap është një premisë i mirë për avantazhe, për lajme, për fillime, për kontakte të mira. Megjithëse kemi një nervozizëm të fortë, të mbartur ose pak psikologji të rënuar këtu. Dhe shkojmë të shigjetarët që lajmi i mirë i tyre është se fillojnë javën me një tendencë të fortë ekonomike ose marrin një lajm të mirë ekonomik. Shigjetarët. Fillojnë bukur. Fillojnë bukur dhe detyrimisht në shumë diskutime, në shumë punë ose në shumë situata, qoftë të vështira që kanë pasur në realizimin e qëllimeve të tyre ose në premtime që nuk janë mbajtur, jo se i kanë zgjidhur, por çuditërisht hapen nga ana ekonomike dhe sikur i lënë pak mbrapa problemet që lidhen me të tjerët. Sa ju bie pak lekë në dorë, i harrojnë gjërat e tjera. Po patjetër, ose i mënjanojnë për pak. Derisa vetë këto probleme. Derisa i shpenzojnë ato lekë dhe pastaj. Derisa vetë problemet të shuan. Po është një ndihmës e mirë. Problemet janë aty, mund të kenë dhe debate me miq, me shok, me njerëz të afërt. Po puna është përdesa rregullohet një çik ana ekonomike dhe kanë stimulimin e fillimit të gjërave të reja, do ecën mirë. Dhe nga ana erotike do jenë shumë mirë në fund të javës. Ana e plot në dash është një nga simbolet më të bukura për shigjetarët, për një jetë erotike premton shumë për dalje argëtim dhe për të gjetur gjysmën e dytë të tyre nëse se kanë gjetur. Ndërkohë ku do dalin? Ku do dalin? Në çfarë kohë, në fundjavë, mesjavë, fillim të javës? Në fund të javës do përgatiten të dalin. Tash njohjet mund t'i bëjnë tani këto 2-3 ditë. Po në fund të javës do dalin. Kë ke shigjetar? Jo s'kam asnjë thjesht po pyes. Për gjithë shigjetarët janë gjithë një pjesë e mirë. Ke shumë të drejtë. Tash mos interesohesh veçanërisht. Te ujori do interesohem. Te ujori, po mirë, ujori ka marrëdhënie me shenja të tjera, nuk i dihet. Të nuk e diun si me kë shenjë kam shumë marrëdhënie. Mund të shkosh shumë me shigjetarin, me dashin, me binjakët. Me binjakët shkon shumë nga ana erotike. Nuk e di si e përshtatur ndonjëherë me binjakët. Nuk i kam pyetur çfarë shenjë janë. Si ke pyetur? Atëherë, tashi na e hodhe poshtë gjithë emisionin. Po duhet i kishe pyetur. Edhe kështu si. Nëse shkojmë tek Bricjapët, të cilët janë në një moment më pozitiv, sepse hëna është në shenjën e tyre, është një hënë që po bëhet e plot, u jep shanse, dalje, takime të mira, kualifikime të mira, situata më pozitive në lidhje me karrierën dhe me të ardhmen, dhe kryesisht në fund të javës do jenë nga më të favorizuarit në çështjet familjare. Nuk them se do jenë nga më të favorizuarit
parit se do marrin lajmet më të mira, po do zgjidhen problemet kryesore, ose gjërat që kanë vlerë, do dalin aty ku e kanë vlerën, do gjejnë vlerën atje ku duhet, por kryesisht në çështje dhe marrëdhënie familjare, biznese familjare, ose çështje të rëndësishme karriere, ose emri, ose patriotizmi, o ku e di unë, jetë sociale të rëndësishme. Pra, në këto aspekte bricapët do dalin mirë. Dhe nga ana ekonomike kanë një premis të mirë, sidomos bricapët e lindur në 10 ditën e dytë, cilët kanë një përmirësim. Dhe shkojmë tek ujorët, më në fund të ujorët, gjithë idet, gjithë takimet, gjithë situatat, gjithë planifikimet, gjithë energjia ujorëve do dali, do shpërthej dhe do marri një drejtim pozitiv dhe të realizueshëm në fund të javës. Kështu që duhet të presësh fundin e javës. Në fund të javës jam Ta presësh, ti shiko, ke akumuluar ide, ke akumuluar mendime të rëndësishme, ose ke plane për takime, për udhëtime, për çështje studimo, ke plane, ke ide për shkrimet ndryshme, varet. Shumë ujor kanë shumë projekte në këtë kohë. Ndoshta këto 2-3 ditë e parë nuk i nxjerrin në pa, por përgatiten për fundjavën që edhe ti jenë më të gatshëm, por edhe do marrin dhe lajme pozitive në gjitha këto aspekte që thashon. Në anën erotike jeni shumë të favorizuar, por përsëri ju të 10 ditësh të dytë. Aty luajnë shumë gjëra serioze, luhet një marrëdhënie e cila ka qenë në diskutim, tani nuk është më në diskutim, keni qenë të pavendosur, tani merrni vendime, kështu që celebrohet një marrëdhënie, qoftë shoqërore, qoftë bashkëpunuese, qoftë erotike. Çfarë 10 ditë? Kush i bie 10 ditësh të dytë? Kush i bie 10 ditësh të dytë? Se di kur fillon ujori. Se di ti kur fillon ujori. Unë di që data 26 ku jam unë e bie ujori. I bie ujori dhe 10 ditë i parë ti. Atëherë, këtë e pas kemi me ngatresa, planifikime, pak nervozizëm, pak debate, pak stres, pak fobi, nuk e di unë. Fobi nga se? Fobi, të e dini. Nga se ke pas në një fobi, në një inat, në një shpërthim të brendshëm, në një takime, në një shok me në një mikë, se ke bërë siç duhet. Ja. S'ke pasur? Nuk e marr. Në një ëndër të keqe? Nuk i tregoj. Atashi, ose i marr mend ose i tregon. Nëse s'ka problem. Rëndësishme është që 10 ditë i parë pas ka një çik probleme, pas ka çik debate. Por fundjava premton për 10 ditën e parë, jashtë mase në realizimin e ideve tua ose në daljen nga gjithë këto gatresa, pengesa, marrëveshjet fsheta, jo se i bëni ju, i bëjnë tjerët ndoshta kundër jush. Për të mirën time apo për të keqen? Po tash e fsheta, s'është asnjëherë shumë e mirë. Nëse realizimin e kemi në fund të javës, aty do shikojmë. Po të gjitha shenjat realizimin pothuajse kanë fund të javës, do mblidhen bashkë njerëz. Shiko, fillimi i javës kishte këtë përplasjen e Mërkurit me Plutonin dhe diellit kryesisht me Plutonin, që lufta për pushtet, antagonizmi bëhet shumë i madh. Dhe detyrimisht nuk të lejon të përjetosh situatat qeta. Mes javës është paksa më i çliruar dhe fundjava me hënën e plot, duke qenë se je ujor, me një të plot në dash t'jep një energji jashtëmase pozitive dhe i tejkalon këto fobit, mangësit, paragjykimet, dyshimet. Varet se çfarë mund të kesh në mendjen tënde që nuk të lë të qetë, të ndjehesh i relaksum. Po nga ana ekonomike apo nga ana ekonomike e mirë, dhe di që i parë ujorëve është mirë. Mirë. Aty kemi përmirësime të dukshme dhe po të duan ujorët e 10 ditësh të parë, mund edhe të fitojnë. Mund dhe të fitojnë me lehtësi në disa situata. Varet pastaj se si i kanë në rrugët e tyre ekonomike. Namin, çfarë namin do me bë për shkakun? Ana ekonomike thash për ne. Mirë. Dhe shkojmë te peshqit, meqense unë përmenda ujorët e 10 ditësh të parë nga ana ekonomike do shkonin mirë, këto ndikohen drejt për drejt nga peshqit e 10 ditësh të parë. Nëse kanë bashkëpunime me peshqit e 10 ditësh të parë ose marrëdhënie me peshqit në përgjithësi, mund të kenë një përmirësim të dukshëm çështje ekonomike. Pse? Sepse Neptuni është në 10 ditën e parë. Për këtë javë. Pizësh, po si ke zënë, meqense Neptuni është në 10 ditën e parë të peshqve, jep shumë fat, mundësi, realizim gjithë peshqve të 10 ditësh të parë dhe gjithë ujorëve të 10 ditësh të parë nga ana ekonomike fal këtij Neptuni që është në këtë pozicion. Megjithatë, hëna sot shenjë e Bricapit tregon mbështetje, përkraje, realizim qëllimesh, bashkëpunime të mira, takime të mira për peshqit në të gjitha planet, por sidomos në projekte pune dhe ecurie bashkëpunimesh me miq dhe me shok. Do të thënë aleanca më shumë. Për sa i përket anës ekonomike, sot nuk është ditë e mirë dhe këto 2-3 ditë, por fundi javës premton jashtëmase për peshqit, sepse hëna e plot ndikon drejt për drejt në çështjet e tyre ekonomike dhe këtu kemi një ngjarje të rëndësishme. Duhet shumë e rëndësishme për sa i përket anës ekonomike. Duhet ta shfrytëzojnë mirë që të dalin mirë. Por nuk e shfrytëzuan mirë, kjo ngjarje e rëndësishme mund të kthehet sigurisht sepse ata edhe në të kundërt. Nuk vijnë lekë duke ndëtur në shtëpi, ë? Normalisht. Jo, normal.
Jo, varet se si do ta shfrytëzojnë. Megjithatë mbreti i shenjave ose mbretëresha kush ishte? Në fakt, sa i pyeti unë gjithmonë dua t'i shmangën, sepse për mua si astrologe nuk ka mbret dhe mbretëresh, dhe unë jam... Them për këtë javë që ishe shenja më me fat, le themi. Shenja më me fat. Të them diçka, pastaj do ta them. Asnjë astrolog i përgjegjshëm nuk mund thotë që kjo ishte shenja e më me fat, ose kjo është shenja më me fat. Nuk mund ta thotë. Momentin që e themi këtu bëhemi shumë komercial. Megjithatë, unë do thosha, meqense hëna është në bricjap dhe jep mundësi të mira bricjapëve, pse mos t'i lë më me fat vetë bricjapët dhe pastaj shenjat e tokës që të marrin një energji më të mirë dhe një energji më pozitive në efektin e hënës. Dhe shenjat e tokës janë demot që më janë lodhur, detyrimisht, janë dhe virgjëreshët që ecin më mirë në efektin e kësaj hëne. Mirë, dhe të paktën e bëm një analizë të gjitha shenjave dhe ju dham një rrugë për të parë të gjithë atyre të cilët i besojnë le temi parashikimit të juve. Patjetër. Unë falenderoj që ishte në studio. Edhe unë. Miqtë dashur, kalojmë tashmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi vetëm pas pak. Sërish në studio, miqtë dashur, besoj se jeni kënaqur në momentin që zonja Merisheu si bashkë me Erionin ishin dhe po komentonin të gjitha këto shenjat, sepse ne ndonjëherë ndikohemi shumë nga horoskopi edhe të dëgjojmë se si na shkon java nga yjet edhe në një farë mënyrë gjejmë edhe mënyra për të justifikuar që kështu ma tha horoskopi, është mënyrë e mirë. Ndërkaq që është momenti që të kalojmë tek një tjetër tematik, do të japim sot këshilla, do të flasim sot për problemet e shikimit tek fëmijët, sepse dihet që teknologjia që po përparon me ritme shumë të shpejta, shumë vrullshëm, ka shkaktuar edhe probleme më të mëdha të shikimit tek fëmijët moshave të vogla dhe të mesme. Për të folur më konkretisht për to, ne kemi mjekën okuliste Alketa Tandili pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Kënaqësi që të kam në studio. Si gjithashtu. Alketa, do doja që ta nisnim bisedën nga një këshillë e cila është shumë praktike në fakt për gjithë prindërit që janë duke na ndjekur. Si mund të arrijmë neve të evidentojmë një problem shikimi tek fëmijët në momentin që ata nuk ankohen? Atëherë, problematika e syve në fëmijë në mosha të ndryshme është e ndryshme. Ajo ndahet në kategoritë e porsalindurve, ndahet në kategoritë e fëmijëve që janë në moshën parashkollore, të fëmijëve në moshën shkollore, por në momentin që fëmijët janë në shkollë, ato janë koshient për atë çka kanë përpara syve, dhe rastën e zezë dhe mund të fillojnë dhe të ankohen se çfarë problemi kanë ato me syt. Më shumë vështirësi për prindërit dhe për mjekët haset të fëmijët në moshën parashkollore dhe të fëmijët e porsalindur, ose nga mosha 0 deri në 3-4-5 vjeç. Moshë në të cilën jo vetëm fëmia rritet, por edhe shikimi instalohet, edhe rrugët pamora piqen, dhe duke qenë se syt janë një shqisë e cila nuk kanë ankesa për pjesën e shikimit, pra në momentin që ne kemi ftohje kollitemi, momentin që ne kemi një inflamacion apo një infekcion në trup ka temperaturë, te syt kjo është vështirë sepse zorë se shprehet për pjesën e shikimit, pra për mpretësim pamore. Kështu që ka disa smundje të ralla, siç janë tumore në sy, tensioni në sy dhe sëmundje të rënda, apo kataraktat e lindura, të cilat prindrit vinë dhe ankohen, shohim që bebja e syrit është e bardhë, apo shohim që xhami i syrit, kornea, në gjuhë mjekësore, është i zmadhuar, ose fëmia loton. Pra, janë disa elementë shumë të vegjël që prindrit duhet jenë shumë të kujdesshëm për t'i paraprirë dëmeve të sëmundjes në sy. Por, gjëja më mirë për gjithë fëmijët dhe për gjithë prindrit është konsulta me mjekun, duke qenë se syt janë ata që nuk flasin dot, edhe pse ato shprehin gjendjen e shpirtit, por nuk flasin dot për smundjet e tyre. Nga anë edhe fëmijët janë shumë të vegjël për të ndërgjegjësuar dhe për të kërkuar diçka që po i shqetëson. Shqetësimin e tyre zakonisht e nxjerrin në pamjekët. Ne kemi jo pak raste të problemeve të mpretësisë së pamjes dhe të defekteve të refraksionit, që në gjuhë të kuptueshme janë problemet e syzave, që fëmijët vinë bashkë me prindërit se do hyjnë në parashkollor apo do hyjnë në shkollë, dhe vetëm kur shohin që mpretësia pamore e tyre nuk arrin në nivelin e moshës, le të themi 100%, dhe në këtë moment prindërit bëhen koshient që po pse nuk isha më përpara, po si ta kishim vënë re. Pra konsulta mjekësore në çdo moshë duhet filloj, doktoresh?
Atëhere, në botë absolutisht po, është një protokoll që çdo fëmijë i përsalindur duhet ketë një ekzaminim oftalmologjik. Ne jemi duke hyrë në tratativa dhe politika shëndetësore që shërbimi jonë i okulistikës të bashkëpunoj me shërbimin e obstetrik ginekologjisë, kryesisht për lindjet e premature, lindjet e parakohshme. Sepse në këto raste, rrallë në Shqipëri, ka ndodhur që prej një neglizhence, sepse prindi nuk e di që fëmija e tij duhet dhe mund të kontrollohet tek okulisti, në të ardhmen fatkeqësisht mund të ketë një fëmijë që përveç se lindi para kohe, përveç se i kushtoi shumë mund dhe djers për të arritur paralel me shokut, mund të gjejë një sy që mund të jetë gati drejt verbimit, që quhet retinopati e prematuritetit. Pra, ne jemi në gjendje që të ekzaminojmë fëmijët që të përsalindur para kohe dhe deri në çdo moshë. Për fëmijët që lindin në term, që janë fëmijë të shëndosh, që janë fëmijë që kanë një zhvillim psikomotor normal, mosha 2 vjeç, 2 vjeç e gjys është normale për të startuar, për të filluar një ekzaminim. 2 vjeç, 2 vjeç e gjys, duhet ketë një kontroll periodik tek specialisti. Është mirë që fëmia të ekzaminohet. Ne po flasim për kushtet në Shqipëri, por nëse çdo prind mund t'i realizoj fëmijës së tij një ekzaminim tek oftalmologu që në momentin e lindjes, kjo do ishte ideale, jo vetëm për shqisën e shikimit, por çdo lloj shqise. Kontrolle? Si duhet jetë, një herë në vit, 2 herë në vit? Atëherë, në varësi se çfarë problematikash mund të shfaqë fëmia, nëse është një fëmijë normal, çdo një vit një ekzaminim është normale. Në qoftë se mund t'i kategorizojmë llojet e sëmundjeve që prekin moshat e vogla, doktoresh. Atëherë, ne flasim le të flasim për ka një problematikë shumë të gjerë dhe një diapazon shumë të gjerë të sëmundjeve të fëmijëve, ashtu siç janë edhe për të rriturit. Por ajo që haset më shpesh te ne, ajo që haset më shpesh janë problemet e rrugëve lakrimale, në gjuhë të kuptueshme, problemet e rrugëve të lotit, kanali i lotit thon shpesh prindrit. Është obstruksion e rrugëve lakrimale, i cili nuk ndodh menjëherë në momentin e lindjes, por me masazhe nga prindrit, kjo mund të trajtohet shumë mirë edhe pa, le të themi, ndihmën lehtësisht mikrokirurgjikale të mjekut. Kështu që një lotim i fëmijës mund të trajtohet shumë mirë si obstruksion nazolakrimal, por duhet patjetër paraqitet te okulisti, sepse një lotim i fëmijës nuk është vetëm problemi i rrugëve të lotit. Një lotim i fëmijës mund të jetë, le të themi, gjendje e rëndë e syrit që është tensioni i syrit në gjuhë të kuptueshme ose glaukoma kongenitale. Pra, ajo që haset më shpesh është obstruksioni nazolakrimal, i cili duhet të trajtohet nga prindi me masazhe ose nga ana jonë, nëse prindi dështon me rrugën që ne i rekomandojmë. Problemet të tjera pasi është drejtuar tek okulisti. Problemet të tjera që hasen te fëmijët, le të themi, janë problemet e kapakëve, po që janë të rralla, që mund të ketë probleme kapaku i poshtëm, kapaku i sipërm, janë le të themi kalazioni, inflamacione të rrënjës së qerpikëve, dhe këto jo të rëndësishme për shikimin. Probleme mjaft të rëndësishme për shikimin janë problemet e mpretësisë pamore, pra që fëmijët mund të paraqiten me probleme të hipermetropisë, të miopisë, të astigmatizmit, dhe gjitha këto përfshihen në probleme të refraksionit dhe në gjuhë të kuptueshme probleme të syzave. Janë të lindura apo kultivohen me kalimin e kohës? Atëherë, problemet e mpretësisë e defekteve të refraksionit janë të lindura dhe në moshat fëminore ne më tepër hasim hipermetropi, pra numra plus. Por ato shfaqin problematik të tyre, pra mund të kemi një fëmijë që shikon 10 me një numër plus 2, po kemi dhe një fëmijë që shikon le të themi 50%, 50 me një numër plus 2, shfaq dhe shtrëmbrim. Atëherë, si do veprojmë me një fëmijë që ka këtë problematikë dhe një fëmijë që i ka sy drejt, ka pamje binokulare, shikon shumë mirë me të dy syt dhe ka plus 2. Të gjithë fëmijët deri në moshën 5 vjeç kanë shumicën, domethënë po them përqindja më e lartë e fëmijëve është që shfaq hipermetropi. Dhe kur pamja është e mirë dhe fëmia nuk kanë kohë për dimjet kokës, dimjet syve, një numër plus 2 nuk ka pse të trajtohet me syze. Por kur fëmia paraqet ulje të pamjes, le të themi pamja nuk është në nivelin që kanë moshatarët e tij.
edhe me një hipermetropi të lehtë, edhe me një strabizëm të fituar nga që syri është ambliop, ose ambliopia çon në strabizëm, ose strabizmi çon në ambliopi, është një cirk vicioz i diskutuar gjatë për këtë, atëherë ne duhet fillojmë të trajtojmë problematikat e mprecisë pamore dhe të strabizmit. Problematika shumë të rëndësishme dhe që mund të çojë në verbim të fëmijës nëse trajtohet vonë, është katarakta kongenitale, ajo që në gjuhën e përditshme njerëzit thonë perde, prej një infeksioni gjatë shtatzanisë apo një shkaku X gjatë shtatzanisë, ne kemi fëmijë me katarakt kongenitale që në lindje, pra në lindje prindet nuk e vën re, por zakonisht ajo shfaqet me një refleks të bardhë në qendër të syrit që është bebja e syrit ose pupila në gjuhë të kuptueshme dhe hyn te sëmundjet e rënda të syrit, jo për teknikën kirurgjikale e cila ndiqet për të trajtuar, por të pasojat që e le në qoftë se ajo trajtohet vonë. Pra, një katarakt kongenital sa më herët të trajtohet, aq më rezultate ka. Është njësoj sikur syri të jetë përpara tani me një perde dhe mos të arrijë të shohë. Ndërhyrja mund të bëhet që tek bebet e poshtë? Ndërhyrja në botë bëhet edhe në një muajsh. Te ne ndërhyrja bëhet gjatë vitit të parë të jetës. Ka raste që implantohet lente që në momentin e ndërhyrjes parë, por në varësi që diagnostikohet dhe trajtohet, vendoset që implantimi i lentes do jetë që në kirurgjinë e parë apo në kirurgjinë e radhës, sepse në sytë e fëmijëve ndodhin procese inflamatore ndryshe nga ato të rriturve. Kështu që për indikacione të ndryshme, vetë kirurgu vendos që nëse do të trajtohet me implantim të lentes gjatë kirurgjisë së parë apo jo. Problematikë mjaft tjetër e rëndësishme që edhe ajo mund të çojë në verbim të fëmisë është katarakta kongenitale. Glaukoma kongenitale, që në gjuhë të kuptueshme mund thuhet tensioni i lindur i syve. Bashkë me kataraktën kongenitale hyn në sëmundje invalidizuese, aq më shumë edhe glaukoma kongenitale, të cilat të kërkojnë trajtim të menjëhershëm. Në klinikën tonë është trajtuar shumë mirë. Gjithë kirurgut, por kryesisht profesor Suleman Zhugli është ai i cili në momentin e parë që diagnostikon një fëmijë, në ato moment ne mundohemi të marrim analizat urgjent dhe brenda asaj dite ka pas raste që fëmia është trajtuar me kirurgji. Pra operohet për të krijuar një rrugë të re të drenimit të lëngut intraokular të syrit. Problematikat e tjera janë tumoret e syrit, që është mirë mos i trembim prindrit, por që absolutisht po nëse shohin diçka jo normale, një shtrëmbrim të syrit, mos fiksim të syve të fëmijës, përpolitje të syve, lotim të syve, skuqje të syve. Diçka e cila është e pazakontë dhe ata sigurisht e kuptojnë. Është mirë të paraqiten te mjeku. I kanë gjithkohës në po ashtu janë dhe alergjit, problematika në moshat e vogla, që janë prej faktorëve të jashtëm, pra le të themi që sëmundjet e syve janë kongenitale dhe të fituara, si çdo sëmundje të organeve të trupit. Mbetemi këtu tek faktorët e jashtëm, për shembull qëndrimi për një kohë të gjatë përpara televizorit, ekranit të kompjuterit, ndoshta edhe ato detyrat e shtëpisë që ata i bëjnë edhe që ulin. Nuk është hera e parë që unë pyetem nga gazetarët për këtë problematik. Duhet apo jo të rrinë fëmijët para televizorit, duhet apo jo të rrinë fëmijët përpara kompjuterit. Fëmijët janë cunguar nga të lojturit jashtë, sepse mungojnë lulishtet. Kështu që dashje pa dashje janë të detyruar që të kalojnë një pjesë të kohës së tyre përpara televizorit dhe përpara kompjuterit. E këshillueshme është që të mos kalojnë orë të gjata për shumë arsye. Sa orë në ditë është e këshillueshme? Nëse jemi këtu dhe mund të vetë ndryshimi i ngjyrave, vetë përqendrimi i syrit, sepse vetë syri, unë e kam përmendur edhe herë tjetër, vetë syri ka pulitjet e veta, reflektive dhe jo reflektive, të cilat kanë një qëllim. Pra kapakat e syrit puliten për të lagur sipërfaqen ekstraokulare, sipërfaqen e të jashtme të syrit. Në momentin që ne përqendrohemi para kompjuterit, para televizorit, pulitja e syve bëhet më e rrallë dhe fillojnë skuqen syt, djegin syt,
në gjuhë të kuptueshme thahet loti dhe gjithë problematika e saj shkon zinxhir. Kështu që e mira është që çdo 1 orë po çdo 2 orë para kompjuterit dhe s'ka pse të zgjatet më shumë në moshat e vogla, duhet të jetë një pushim, sepse edhe vetë proceset intraokulare, që është procesi i akomodimit apo procese tjera, fillojnë e krijojnë spazmat e veta dhe fillojnë dhimbje, probleme të astenopis, dhimbje të syve, dhimbje të kokës, fëmijët bëhen të pavëmendshëm dhe le të themi për mbajtjen e kokës afër. Ka raste që mbajtja e kokës afër prej detyrave është një indikacion për prindrit që kujdes se fëmia nuk qartëson shikimin, ndaj e ul kokën. Kështu që jo gjithnjë ngrije kokën se ke kokën ulur, po duke mbajt fëmia kokën ulur mund ta ketë ves, absolutisht po. Por mund të jetë dhe kjo një shenjë që syt duken mirë, po ai nuk shikon dot mirë nga afër, nuk shikon dot mirë nga larg, i thotë mësueses më ul bark dhe kjo duket sikur fëmia ka pretendime, po fëmia nuk dallon se çfarë shkruan mësuesja në tabelë. Kështu që unë do thoja, mund të shmangim problemet të tilla të cilat kultivohen pikërisht për këtyre faktorëve të jashtëm përmes syzeve qetësuese që mund të vendosim përpara televizorit apo kompjuterit, si funksionon? Atëherë, syzat e fëmijët nuk mund të quhen qetësuese, sepse zhvillimi pamor i fëmijës, nëse zhvillimi i trupit ka moshën e vet, le të themi në adoleshencë deri diku për vajza dhe mbi 20 vjeç për djemt, zhvillimi pamor të fëmijët, vajza dhe djemt ka cakun e vet, i cili është deri në moshën 7, 8, 9 vjeç. Atëherë, duke u karakterizuar që mosha 9 vjeç është mosha optimale e zhvillimit pamor, pra e rrugëve pamore, sepse syri është zgjatësim i trurit, duke qenë i tillë, ai le të themi përbëhet nga shumë qeliza nervore, s'ka pse unë të hy në anatomi për popullsinë, por përbëhet nga shumë qeliza nervore, dhe duke qenë i tillë dhe duke pas cak zhvillimi, ne duhet ta trajtojmë atë për të nxitur precisinë pamore dhe trajtimi për nxitjen e precisë pamore janë syzat. Pra syzat nuk janë vetëm qetësuese, syzat janë trajtim, janë shpëtim, janë zhvillim i precisë pamore. Po ka edhe prindër të cilët janë skeptike dhe nuk pranojnë që të vendosin syze me shpresën se nëse është i vogël. Ky është diskutim i gjerë dhe ne kemi edhe prindër që vinë dhe në momentin që ti thuaj që shqyr që fëmia ka pamje të ulët prej syzave dhe nuk është një shkak tjetër që mund të jetë një infeksion i syve që ne nuk arritëm ta përmendëm, uveitet që shoqërojnë patologji të tjera të trupit ose mund të jenë vetëm të syrit që janë shumë të rënda dhe çojnë në ulje të pamjes. Dhe trajtime pafund të tyre zor se kthehet shikimi. Pra syzet nuk janë absolutisht sëmundje. Syzet janë trajtimi i problematikave të precisë pamore të syrit dhe është mirë që deri në 9 vjeç ato të jenë bë prezente dhe të jenë trajtuar, sepse le të themi një fëmijë që ka një numër plus sfer plus 5 dioptri dhe vjen le të themi 10 vjeç dhe ka një preci pamore 4 të 10, 40%, në gjuhë të kuptueshme, me vënien e syzeve zor se e merr mbi moshën 9 vjeç shikimin 10-10, mund të shkojë 60%, mund të shkojë 70%, po nëse ai do t'i vinte syzet në moshën 3 vjeç, 4 vjeç, instalonte shikimin 100% dhe mbajtja e syzeve ishte për cilësinë e shikimit. Domethënë ka 2 raste, rritje cilësia e shikimit. Heqin domethënë syzet, nëse ajo është teknologjia e re që ka arrit që nuk aplikohet në klinikën shtetërore, universitare, por shërbimet private e ofrojnë që mbi një moshë të caktuar, syzet mund të mos mbahen duke krijuar kirurgji me lazer, eksim me lazer, janë kirurgji të tjera që nuk aplikon. Lentet që mund të jenë zëvendësuese? Lentet janë zëvendësuese, por te fëmijët lentet kanë kritere shumë absolute të përdorimit, duan një higienë maksimale. Mosha më mirë për kushtet që ne jetojmë në Shqipëri do ishte mosha mbi 14-15 vjeç për përdorimin e lenteve, më fal, por në fëmijë mund të ketë indikacion absolut në momentin kur prindrit e krijojnë mundësinë që t'i përdorin lente në një higienë maksimale, le të themi të fëmijët me të operuar me katarakt, që do implantojnë lenten intraokulare në një etapë të dytë për të nxitur shikimin, vendosen ose syze me numër hipermetropik shumë të madh,
ose lente kontakti. Një këshill të fundit, doktoresh, para se të mbyllim bisedën, të paktën për oraret e studimit edhe të qëndrimit përpara kompjuterit dhe televizorit. Kozgjatja e tyre edhe oraret. Atëherë unë do thoja që orari i studimit, ne kemi qenë gjithë student, ka pas raste që kemi harxuar dhe 20 orë duke lexuar ditën e fundit para. Atëherë oraret e studimit unë do thoja që gjatë studimit, çdo një orë studim, 2 apo 3 orë studim që mund t'i kërkojë një fëmijë në shkollët e vjeçare, çdo orë le të bëhet një pushim një çerekore. Pra le të themi, nëse do lexohet gjuha dhe matematika, pastaj do jetë një çerekore pushim për t'u riangazhuar me letërsinë, me një ndriçim të mjaftueshëm, jo me një ndriçim dhome. I mjaftueshëm, ato nuk sjellin problematika, nuk sjellin sëmundje në sy, por sjellin lodhje të syve. Pra nuk është ndriçimi duhet që fëmia mos lodhet, jo se mos ndriçimi smor syt. Sepse vetë syri ka procese të tilla që adaptohet edhe në dritë edhe në errësirë, po që fëmia mos lodhet, ndriçimi duhet patjetër. Kozgjata në kompjuter duhet jetë jo më shumë se 1-2 orë, që fëmia mos shfaqë problematikat e tjera të tharjes së syrit. Dhe që patjetër duhet të kontrollohen tek okulisti në qendrë spitalore universitare apo shërbimi privat pak rëndësi ka, e rëndësishme është që fëmia të jetë në kontroll mjekësor për ditët e sotshme që kjo ofrohet. Edhe ishte mjaftueshme të paktën për një herë në vit edhe ata të cilët nuk paraqisin probleme në mënyrë që të kapen në kohë dhe pastaj të kenë mundësi të trajtohen. Faleminderit shumë që ishit në studio. Gjithë mirë, faleminderit juve. Miq dashur, është momenti që të kalojmë tani në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak për pjesë të tjera të emisionit.